Zbulohet një lokal në qytetin e Bilishtit i vënë në dispozicion të organizimit të kundërligjshëm të lojrave të fatit. Vjen pranë nga administratori lokali dhe menaxheri, i cili ishte punësuar në mënyrë të palishme. Burimet zyrtare të policisë thonë se si rezultati kontrollit të kryer, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Devol kanë zbuluar një lokal në qytetin e Bilishtit ku organizoheshin lojra fati. Në vijim të veprimeve proceduriale për këtë rast, u arrestuan në flagrancë një 45 vjeçar banues në Bilisht, administratori lokalit për veprat penale, organizimi ose ushtrimi veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënia në dispozicion e lokaleve për lojra fati, fshehja e të ardhurave dhe punësimi i paligjshëm. Një tjetër i arrestuar në flagrancë ka qenë një 26 vjeçar banues në Bilisht, menaxheri lokalit për veprat penale, organizimi ose ushtrimi veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënia në dispozicion e lokaleve për lojra fati dhe fshehja e të ardhurave. Gjithashtu u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për 2 shtetas të tjerë banues në Bilisht, të cilët u kapën në lokal duke luajtur lojra fati. Nga hetimet rezultoi se 45 vjeçari kishte marrë me qira lokalin dhe kishte punësuar në mënyrë të paligjshme menaxherin. Në lokalin e përshtatur për veprimtarinë e paligjshme të lojrave të fatit u gjetën pajisje elektronike që shërbenin për këtë veprimtari dhe disa bileta, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.